Njihuni me shenjat e heshtura të stresit. Doktor Megan Arol, psikologe dhe autore shumë librave, thot se stresi prek në shumë mënyra si trurin, ashtu edhe trupin ton. Ai lë shenja të dukshme si fizike dhe ashtu mendore. Ndër shkaktarët kryesor të stresit është ngarkesa e madhe fizike dhe psikologjike që ne mund të kemi në një periudhë të caktuar. Disa nga shenjat më të dukshme të prezencës së stresit: keni probleme me rrahjet e zemrës, keni vështirësi në përqendrim si pasojë shpesh mund t'ju qellojë të humbisni fillin e bisedës. Nuk mund të qëndroni dot pa lëvizur. Kjo është edhe një shenjë se stresi po bëhet paksa problematik dhe duhet të merrni masa për ta trajtuar atë. Keni probleme me stomakun, duke qenë se stomaku dhe truri komunikojnë me njëri tjetrin. Nëse truri është i ngarkuar, pra i prekur nga stresi, atëherë kjo gjendje do t'i transmetohet edhe stomakut dhe si pasojë mund t'ju shfaqen probleme të tilla si diare, kapsllëk e të tjerë. Keni probleme me gjumin. Mungesa e gjumit lidhet me prezencën e stresit akumuluar prej një kohe të gjatë. Ju ikën zëri, të folurit vështirësohet kur vuani nga stresi. Kjo pasi krijohen edhe probleme me frymarrjen. Acaroheni lehtë, stresi ju nxit të irritoheni lehtë dhe të keni debate të shpeshta me personat që ju rrethojnë. Ndiheni sikur të gjithë përveç jush po bëjnë diçka pozitive në jetë, po ecin përpara dhe veç ju jeni duke qëndruar në vend numër O. Prekeni shpesh nga gripi dhe nuk shëroheni lehtë. Kjo pasi stresi prek dhe dobëson sistemin imunitar. Por çfarë ndodh saktësisht me trupin tuaj kur jeni nën stres? Gjatë kohës që jeni nën stres, gjaku e shmang trurin, zemrën, mushkrit dhe muskujt, duke e bërë që trupi të kërkojë një mënyrë për të dalë nga kjo gjendje. Rrahjet e zemrës shtohen me qëllim që këto zona të fuqizohen me sasinë e nevojshme të gjakut. Frymarrja bëhet më shpesh sepse duhet që muskujt të fuqizohen sa më shpejt me oksigjen. Madje në periudha të tilla trupi ka prirje të djersi më shumë me qëllim që të shmang rritjen e temperaturës. Niveli i sheqerit të rritet ndjeshëm pasi duhet që të furnizojë trurin dhe muskujt. Një tjetër pasojë e stresit është edhe ngushtimi i enëve të gjakut. Gjëja më e mirë që mund të bëni në situata të tilla është të qetësoheni dhe të mendoni pozitivisht dhe të bëni gjëra ndryshe.